Tashmë programi do të vijoj me zotin Ilir Mura, avokatin, do të legim fjalimin e tij, ju lutem vëmendje. Faleminderit. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj të nderuar zonja zotërit, të nderuar pjesëmarrës, të dashur miq. Shpara shkëlqësi për mua që të jem sot këtu dhe të ndaj disa mendime jetem shumë të rëndësishme të drejtat e njerëzit dhe mbrojtja e tyre në praktikë. Si avokat, normalisht unë shoh çdo ditë sa e rëndësishme është që ligjit të mos mbetet vetëm në letër, por të zbatohet në jetën reale. Çdo individ ka të drejtë të trajtohet me dinjitet nga shoqëria, të dëgjohet dhe të mbrohet. Fatkeqësisht ka ende njerëz që ndihen të përjashtuar, të padrejtësuar apo dhe të braktisur nga sistemi, nga shoqëria. Kjo është diçka që nuk duhet ta pranojmë si normale. Fatkeqësisht ka dhe ligje që ekzistojnë për të mbrojtur njerëzit, sidomos ata që janë më të dobët, por është detyra jonë si profesionistë dhe si qytetarë të sigurohemi që askujt të mos i mohohen të drejtat e tij. Kam takuar shumë raste kur njerëzit kanë pasur nevojë jo vetëm për ndihmë ligjore, por edhe për mbështetje njerëzore. Sepse drejtësia nuk është vetëm çështje ligji, por edhe çështje ndërgjegjëje. Një shoqëri e drejtë është ajo ku njerëzit ndihen të sigurt, të mbrojtur dhe të respektuar. Kjo kërkon punë të përbashkët nga të gjithë institucionet, organizatat dhe individ. Në të ditë mesazhi im sot është shumë i thjeshtë, të mos heshtim përballë padrejtësisë, të ndihmojmë ata që kanë nevojë dhe të besojmë se drejtësia është e mundur kur ne punojmë të gjithë së bashku. Ju falenderoj.